Ish kryeministri Fatos Nano do të nderohet ditën e diel me omazhet që do të mbahen në Pallatin e Kongreseve. Këshilli i Ministrave ka vendosur shpalljen ditëzie kombëtare të dielën e 2 nëntorit në nderim të Fatos Nanos, ish kryeministrit dhe një prej figurave më të rëndësishme të politikës shqiptare. Në respekt të kontributit të tij të çmuar në jetën publike dhe politike të vendit, do të zhvillohet ceremonia funebre, shtetërore dhe homazhet kombëtare për të ndjerin. Në të gjitha institucionet shtetërore dhe publike, flamuri kombëtar do të ulet në gjysmështiz. Në orën 12 në nderim të tij do të ndërpriten të gjitha veprimtarit dhe do të mbahet 1 minutë heshtje në mbarvendin. Homazhet dhe ceremonia shtetërore do të zhvillohet në Pallatin e Kongreseve në Tiranë, duke nisur nga ora 8:30 deri në orën 11 për homazhet publike, ndërsa në orën 11:15 deri në orën 11:45 do të zhvillohen homazhet shtetërore dhe nderim nga personalitetet. Në orën 12:05 do të zhvillohet ceremonia funebre shtetërore lamtumirës. Për organizimin e ceremonisë është ngritur një komision i posaçëm shtetëror në mbikëqyrjen e kryeministrit me përfaqësues nga institucionet kryesore shtetërore dhe të sigurisë. Dita e diel është shpallur ditëzie kombëtare pas ndarjes nga jeta të ish kryeministrit Fatos Nano. Edhe Federata Shqiptare e Futbollit bën me dije se më 2 nëntor ndeshjet e planifikuara në kampionatin A Biznet Superiore, kategoria e parë, e dytë dhe e tretë, si dhe kampionati i vajzave dhe kampionatet e moshave do të shtyhen. Edhe klubi i futbollit Flamurtari informon se ndeshja ndaj Vllaznisë e planifikuar fillimisht të zhvillohej më datën 2 nëntor, ora 17, pra ditën e diel, do të shtyhet për të hënën më 3 nëntor, në të njëjtën orë, në orën 17 dhe në të njëjtin stadium. Ky vendim, sipas klubit të futbollit Flamurtari, është marrë pas shpalljes së ditës së zis kombëtare në nderim të ndarjes nga jeta të ish kryeministrit të Shqipërisë zotit Fatos Nano. Klubi i futbollit Flamurtari shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Nano dhe gjithë të afërmve.